Pyetja është nga Abdullah Amar nga Afganistani. Kam qenë kohët e fundit i pranuar në universitet, dhe pasi është një sistem i përzier, kam filluar të zhvilloj marrëdhënie dhe të diskutoj me disa nga shokët e mi të klasës, përmes WhatsApp dhe Messenger, edhe pse ne i konsiderojmë njëri tjetrin si vëlla dhe motër. Kam vënë re se kjo më largon nga rruga e drejtë. Për shembull, ndodhin her pas here që të mos falem në kohë, dhe nuk arrit të përqendrohem në lutjet e mia, dhe shumë gjëra të tjera. A mund të më thoni nëse ajo që po bëj është e lejuar? Nëse ajo që po bëj është e saktë, dhe nëse nuk është e lejuar, faleminderit që më jepni këshilla se si të dal nga kjo situatë. Nuk jam i vetmi që e përjetoj këtë. Shumë musliman të tjerë janë në të njëjtën situatë si unë. Ka një pyetje tjetër mbi të njëjtën temë, e bërë nga Asad Nadem në YouTube. A mund të jenë miq persona të seksit të kundërt? Pyetja e bërë nga Abdullah Amar nga Afganistani. Është një pyetje shumë e zakonshme. Sot është shumë e zakonshme që njerëzit të studiojnë në shkolla të përziera, universitete të përziera, dhe në këto mjedise është bërë e zakonshme të kesh miq nga seksi i kundërt. Si që kërkon pyetja, a mund të kesh miq nga seksi i kundërt? Kjo varet nga ajo që kuptoni me fjalën mik. Nëse po flisni për njohuri, marrëdhënie të rastit, nuk ka asnjë problem, pasi nuk shkelni mësimet e Kuranit dhe hadithit autentik, pasi nuk shkelni rregullat e sheriatit. Nuk ka asnjë dëm të kesh një njohuri nga seksi i kundërt, dhe ne do të flasim për këtë më në detaje, inshallah. Sa i përket të thënit, i konsideroj ata si motrat ose vëllezërit e mi. Duhet ta kuptoni mirë atë që doni të thoni. Nëse po flisni për vëllezër dhe motra në njerëzi, nuk ka problem. Nëse po flisni për vëllezër dhe motra në besim, po ashtu nuk ka problem. Por ky lloj vëllazërie nuk është i barabartë me atë të vëllezërve dhe motrave të gjakut. Është plotësisht absurde të mendosh të kundërtën. Për shembull, në Indi, një vajzë mund të lidhë një vëllai besimit te një djalë, dhe të thotë, ky është vëllai im i vëllait besimit. Por nuk ekziston një koncept i tillë në Islam. Vëlla ose motër në njerëzi, e rregull. Sikur themi, kjo motër bëri një pyetje të mirë. Motër në besim, asnjë problem. Por për të gjitha këto motra në njerëzi ose në besim, duhet të respektohet hijabi i plot dhe i gjithanshëm. Vetëm një motër gjaku, me të cilën dani të paktën një nga dy prindërit, nuk e imponon hijabin rigoroz. Edhe me kushërirat tuaja, duhet të respektoni hijabin plotësisht. Problemi është që në vendet perëndimore, përzierja e gjinive është bërë e zakonshme, dhe kjo, për fat të keq, po fillon të përhapet gjithashtu. Në shumë vende muslimane, ka shkolla të përziera, universitete të përziera, dhe aty të rinjt zhvillojnë marrëdhënie miqësore, diskutojnë, bisedojnë pa nevojë të vërtetë. Nëse flisni me një person të seksit të kundërt për një nevojë, në një rast urgjence, nuk ka problem, por nuk mund të mbani një bisedë informale, siç do të bënit me një person të njëjtit seks. Një djalë mund të bëj shaka me shokun e tij djalë, të qesh, të diskutoj, asnjë problem, por nuk mund ta bëj të njëjtën gjë me një vajzë të huaj për të, jo mahram. Kjo nuk është e lejuar në Islam. Kjo është shumë e qartë në tekstet mbi hijabin. Përpara se të flasim për hijabin e gruas, duhet të kuptohet se hijabi i gruas është i parashikuar në Kur'an. Një grua muslimane duhet të jetë e mbuluar siç duhet. Kam trajtuar këtë në ndërhyrjet e mia të mëparshme. I gjithë trupi duhet të mbulohet. Pjesët e vetme që është e lejueshme të mbeten të dukshme janë fytyra dhe duar deri në kyçet e duarve. Por kjo ka të bëjë vetëm me hijabin e veshjes. Hijabi i plot, përveç hijabit të rrobave, është gjithashtu hijabi në mënyrën se si ecën një grua, në mënyrën se si flet, në mënyrën se si mendon, në mënyrën se si shikon. Para se të flasim për hijabin e gruas në Kur'an, Allah flet për hijabin e burrave. Në surën An-Nur, kapitulli 24, ajeti 30, Allah thot: thuaj besimtarve të ulin shikimet e tyre dhe të ruajnë pastërtinë e tyre. Kjo do të thotë se sa herë që një burr shikon një grua dhe mendime të pasinqerta i vinë në mendje, ai duhet të ulet shikimi. Një ditë, një djalë shikonte një vajzë për një kohë të gjatë. I thash: vëlla, çfarë po bën? Kjo nuk është e lejuar në Islam.
Ai më përgjigj: Pejgamberi ka thënë se shikimi I parë falet. I dyti është I ndaluar. Nuk kam përfunduar ende shikimin tim të parë. Çfarë ka dashur të thotë pejgamberi kur ka thënë se shikimi I parë falet dhe I dyti është I ndaluar? Kjo do të thotë që nëse shikon një grua për rastësi, mos e shiko përsëri për të ushqyer vetveten me bukurinë e saj. Kjo nuk do të thotë që mund ta shikosh për 10 minuta pa mbyllur sytë dhe të pretendosh se nuk e ke përfunduar ende shikimin tënd të parë. Pra, ruajtja e hijabit është shumë e rëndësishme. Kjo është arsyeja pse nuk është e rekomanduar të studioni në një universitet të përzier. Dhe nëse kjo është opsioni I vetëm I disponueshëm, atëherë duhet të respektoni rreptësisht rregullat e hijabit. Kur flet me një person të seksit të kundërt, duhet të ulesh shikimin. Nuk mund ta shikosh një grua në sy kur flet me të. Në vendet perëndimore, nëse nuk e shikon dik në sy, kjo konsiderohet mungesë respekti. Kjo është arsyeja pse vërehet se edhe muslimanët që jetojnë në perëndim nuk e respektojnë hijabin. Kur vizitova organizata islame në këto vende, pash vëllezër dhe motra muslimane, duke diskutuar dhe bashkëvepruar lirisht, edhe pse mund të kenë mbuluar kokën. Ky është vetëm një hijab veshjeje, por ata qeshin, bëjnë shaka, dhe në disa vende perëndimore, kam parë një burr dhe një grua të vetmuar në një dhomë, duke biseduar. Një grua muslimane që bën daah për një burr jo musliman. Në një dhomë të mbyllur, kjo nuk është e lejuar. Pejgamberi I dashur ka thënë, kur një burr dhe një grua janë vetëm në një dhomë, I treti është djalli. Nuk është e lejuar që një burr dhe një grua të jenë vetëm në një hapësirë të mbyllur. Kam parë madje organizata islame, ku përgjegjësi ka një sekretare grua. Si është e mundur kjo? Mendoni se të gjithë burrat musliman në këtë vend nuk janë të aftë ose të kualifikuar për këtë punë. Nuk kuptoj se si një musliman praktikues mund të ketë një sekretare grua. Si mund të mbash hijabin në këtë kontekst, nëse sekretarja hyn në zyrën tënde dhe nuk ka askën tjetër? Kjo nuk është e lejuar. Për fat të keq, kjo është shumë e zakonshme. Ata predikojnë islamin, por nuk e praktikojnë atë. Pra, nëse nuk e respekton hijabin, ka mundësi të mëdha që ajo që përmendi vëllai Ammar të ndodh. Vëmendja jote do të largohet nga arsimimi, do të fillosh të mendosh për gjëra të tjera. Edhe nëse quheni vëlla dhe motër, mund të lindin ndjenja dashurie, dhe do të largohesh nga sheriati për të rënë në sjellje të kundërta me islamin. Prandaj, më mirë është të studioni në një universitet jo të përzier. Një studim I kryer në Mbretërinë e Bashkuar ka treguar se shkollat jo të përziera kishin rezultate më të mira se shkollat të përziera. E njëjta gjë ndodh edhe në Indi. Në institucionet jo të përziera, rezultatet janë më të mira, sepse në institucionet të përziera, çdo seks shpesh përpiqet të impresionojë tjetrin. Kur mësuesi mëson, djali përpiqet të impresionojë vajzën, në vend që të dëgjoj leksionin me vëmendje. Në lidhje me këtë temë, kjo është shumë e zakonshme. Prandaj arsimi I ndarë sipas seksit është më I mirë. Nëse nuk ka ndonjë zgjidhje tjetër, atëherë nëse po bëni studime të larta, nëse duhet të shkoni në një arsimin të qetë, sigurohuni që të ruani hijabin tuaj. Nuk po flas vetëm për universitetet, madje edhe në vendet e punës, hijabi juaj duhet të respektohet. Nuk është se ju është ndaluar të flisni me seksin e kundërt. Jo. Por kur flisni, duhet të jeni të kujdesshëm. Ka një ajet të shpallur në Kur'an, në surën Aza, kapitulli 33, ajeti 32, I cili drejtohet grave të pejgamberit. Ai thot: O gra të pejgamberit, mos u bëni shumë joshëse në zërin tuaj, për të mos zgjuar dëshira në zemrën e atyre që kanë një sëmundje në zemër. Imagjinoni, gratë e pejgamberit, ato quhen është ndaluar për këdo të martohet me gratë e pejgamberit, edhe pas vdekjes së pejgamberit. Kur'an shpall një ajet për gratë e pejgamberit. Mos u bëni shumë joshëse në zërin tuaj, për të mos zgjuar dëshira në zemrën e atyre që kanë një sëmundje në zemër. Imagjinoni sahabët, të cilët janë në nivelin më të lartë në mesin e komunitetit musliman. Pejgamberi ka thënë se gjenerata më e mirë ishte ajo e sahabëve. Nuk ka asnjë njeri sot në tokë që të jetë edhe afër sahabëve. Nuk ka asnjë grua që të jetë afër grave të pejgamberit. Megjithatë Allahu thot për gratë: Mos u bëni shumë joshëse në zërin tuaj. Pse?
për të mos zgjuar dëshira në zemrën e atyre që kanë një sëmundje në zemër. A mund të kenë sahabët një sëmundje në zemër? E pamundur të mendohet, por për kujdes, Allahu shpall këtë ajet. Dhe sot, ne gjejmë gra në zyra, në organizata islame, në biznese muslimane që flasin mes tyre. Ato qeshin, silen në mënyrë joshëse, bëjnë shaka. Ato mendojnë se mjafton të veshin hijab, dhe ka përfunduar, por ato janë plotësisht gabim. Për fat të keq, kjo kulturë perëndimore po përhapet edhe në vendet muslimane. Sot, ne shohim gjithashtu në vendet muslimane, burra dhe gra që flasin lirisht dhe përzihen. Nëse është e nevojshme, mund të flisni, por kur flisni, mos e shikoni njëri tjetrin në sy. Ulni shikimin tuaj. Sa musliman gjeni sot në botë, kur flasin me një grua që nuk është mahram, që ulin shikimin. Shumë pak, në vendet perëndimore, do të numëroheni me gishta si një person i papërgjegjshëm. Por besoni mua, alhamdulillah, një musliman i fortë do ta ndjek këtë. Dhe nëse kjo respektohet, asgjë nga kjo nuk do të ndodhte. Siç është pyetur, mendja ime largohet, nuk mund të lutem. Por natyrisht, sot ne shohim gjithashtu se rrobat nuk janë në përputhje me sheriatin. Keni gra jo muslimane që nuk veshin siç duhet, dhe gra muslimane që, edhe pse janë muslimane, nuk veshin siç duhet, më shumë trupi i tyre është i ekspozuar se sa i mbuluar. Prandaj, të gjitha këto, duhet i ruani hijabin. Nëse ruani hijabin, burra duhet gjithashtu të ruajnë hijabin e tyre. Dhe sa herë që ata shikojnë një grua, duhet të ulin shikimin e tyre. Ata duhet gjithashtu të kujdesen të mos jenë shumë miqësor. Të flisni vetëm kur është e nevojshme. Vetëm kur ka një nevojë. Jo shaka të panevojshme, Kjo nuk mund të bëhet me seksin e kundërt. Shpresoj që kjo të përgjigjet në pyetje.